لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Falënderimi dhe lavdrimi I takon vetëm Allahut xhalla shanuhu, paqja, mëshira dhe bekimi Allahut xhalla shanuhu qoftë mbi vullën e gjithë pejgamberin e fundit, të cilën Allahu xhalla shanuhu I dërgoi tërë njerëzijës, e në veçanti neve duhet jemi krenar që e kemi si pejgamber Muhammedin alayhi salatu wassalam. Allahu xhalla shanuhu na I bëft të mundër që qemi në shoqëri me Muhammedin alayhi salatu wassalam. Sa kanë deshtur ashabët Muhammedin alayhi salatu wassalam, para se me fillu ligjeratën, më kujtua një rast I Enes ibn Malikit radhiyallahu anhu, I cili e donte shumë pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe I cili ka shërbyer shumë Muhammedin alayhi salatu wassalam. Një ditë prej ditëve Muhammedi alayhi salatu wassalam shkoi me një delegacion për të kryer punët e shtetit islam dhe u vonua tërë ditën prej mëngjesit e deri në mbrëmje nuk erdhi shtëpia. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu shumë u brengos, shumë u mërzit për Muhammedin alayhi salatu wassalam. Dhe kur erdhi mbrëmja, u paraqit Muhammedi alayhi salatu wassalam me devën e tij para shtëpijës. Enes ibn Maliku e pyeti Muhammedin alayhi salatu wassalam, ja Rasul Allah, shumë u mërzita për ti, tërë ditën më mungove, vetëm një ditë më mungove dhe sa u brengosa për ti, sa u mërzita. Por në ditën kur do dalmi para Allahut xhalla shanuhu të llogaritemi, ti do ta kesh vendin më të lartë tek Allahu xhalla shanuhu, e na do të jemi me një pozitë më të ulët. I tha, çka do të bëhet halli në botën e ardhshme, ne nuk do të jemi me ty. Pejgamberi e ledhatoi, e përkëdheli dhe I tha, mos u mërzit o Enes, se ti do qesh me atë që e donë. Tha, Allahu xhalla shanuhu do që mundson atyri që e kanë deshur Allahun edhe pejgamberin me qenë zbashkur në shoqëri me Muhammedin alayhi salatu wassalam. Atëherë zemra dhe shpirti ju qetësua Enes ibn Malikut radhiyallahu anhu dhe vazhdoi qështu jetën e tij, duke shoqëruar Muhammedin alayhi salatu wassalam çdo hap të jetës së tij, çdo vend, sepse pejgamberin e donte më shumë se çdo gjë në këtë botë. Pra paqja dhe mëshira Allahut xhalla shanuhu qoftë mbi të, Zoti na mësoft edhe neve që jemi shoqëri me Muhammedin alayhi salatu wassalam. Vëllezër të ndershëm, sot pra vendosa të flas për një ajet kuranor I cili gjendet në sura Ar-Rum, ka të bëjë me jetën e njeriut prej lindjes
e deri në vdekje. Zatën qëllimi jonë në këtë botë është që na jetën tonë ta orientojmë, ta drejtojmë nga fjalët e Allahut xhaleshanuhu, nga fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, si këshilla, si udhëzime të mormi fjalët e Zotit edhe porosit e Muhammedit alayhi salatu wassalam, që jeta jonë të jetë pa brenga, jeta jonë të jetë e lumtur edhe e gëzueshme. Ta ndëgjojmë pra ajetin kuranor, edhe pastaj do ta përkthejmë dhe do të mundohemi ta japmi një sqarim të shkurtër dhe mendimet e dietarëve se ç'thon për këtë ajet kuranor. Allahu thot pra, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwa al-alimul qadir. Sadaqallahu al-azim. Allahu thot pra, Zoti njeriun e krijon në fillim të dobët. Por sa del fëmia prej mitrës nanës, prej barës nanës në këtë botë, është i dobët. Ka nevojë për ndihmën e nanës edhe për ndihmën e prindve. Foshnje, ka nevojë nana ta ushqen, se ai nuk din, s'ka fuqi vetë të ushqehet me dorën e vet. Allahu thot pra, Zoti njeriu në fillim e krijon në këtë botë të dobët. Mos të hinë shumë në sqarime të këtij ajeti se duhet me fol deri në akşam, edhe prap pak janë fjalët e Allahu xhaleshanuhu. Allahu ka thënë la tabdila li kalimatillah, la tabdila li khalqillah. Pra nuk ka ndryshim fjalët e Allahu xhaleshanuhu, nuk ka ndryshim në krijimin e Allahut xhaleshanuhu, edhe fjalët e Zotit. Allahu ka thënë walau annama fil ardi min shajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafida al kalimatullah. Me qenë kret drunt që janë në mbi sipërfaqe të tokës lapsa, e detet që janë liçenët, oqeanët që janë të mbushur me ujë, në vend të ujit kishin qenë ngjyrë. Allahu xhaleshanu thot ngjyra do të soske pa marrë parasysh sa kanë oqeanët ujë edhe ngjyrë, a fjala Allahu xhaleshanu duke u sqaruar, duke u komentuar, nuk do të përfundonte. Pse? Kurani është një oqean i pashterur. E kush jam unë që t'i dal Zot fjalës Allahu xhaleshanu ose një dietar tjetër? Se Allahu ka thënë Kur'an, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, mbi çdo dije ka dije. Domethënë mbi çdo dije ka mbi dije. Nuk ka të drejtë askush të lavdrohet me dituri, thot unë jam i gjithdijshëm. Vetëm Allahu xhaleshanu është i gjithdijshëm. Ai ka dijen absolute, kurse na nga pak hoxhallarët, dietarët, këtë mund mi kanë tas prej oqeanit, Kur'anit dhe kanë tas prej dijes pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe juve ju servojnë diçka. Pra Allahu thot pra, Zoti kur e krijon njeriu në fillim është i dobët. Pastaj, pas dobësijës vjen fuqia. Thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa. Këtë pra fëmia prej fillimit të jetës ka nevojë për nanën, ka nevojë për babën, ka nevojë për familjen, ta ushqejnë, ta rritin, ta edukojnë deri ku? Deri ku të hihen për vërtet. Ajo është etapa e parë e jetës së njeriu në këtë botë, për këtë botë po folje. Edhe hinë për vërtet edhe mbilik, edhe ku të hije në për vërtet, pak fillon me ndi vetën, me i një pra musklat, thot unë jam i fort, unë jam i fuqishëm, fillon mos ta një babën, mos ta një nanën, që atë kthen nanës fjalën, babës fjalën, ka harru se nana edhe baba si janë kujdesur për të, edhe ai tash apo i fuqishëm. E fuqia më e fortë pikur është prej 18 vjet edhe deri në 40 vjet. Atëherë kur i ka zbrit Muhammedit alayhi salatu wassalam shpallja e parë në shpellën Hira, ajetet e para të Kuranit Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, atëherë pa dera atëherë është forca ku ti mbushë njeriu 40 vjet. Prej 40 vjetëve përsëri Allahu xhaleshanu e përmend
thot thumme ja'ale min ba'di quwwatin da'fan wa shayba, Zoti prej 40 vet përsëri fillojnë të plakët të gjitha pjesët e trupit të njeriut. Fillon të dobësohet ashti, koci i njeriut, fillon të dobësohet lëkura e njeriut, të rrudhët, fillon mekra të thinjet, fillojnë flokët të thinjen, pra, edhe pamja fillon të dobësohet. Unë pra di viteve shisha pasiza, tash nuk po shoh pasiza, nuk po shoh me lexu pasiza, edhe po më vjen shumë çudi, çka u bën kjo punë, subhanallah. Këto janë pra krejt isharete, shenje se neve kemi filluar të plakemi, edhe prap nuk po mbushemi me mend. Thumme ja'ale min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. Pas fuqijës pra, përsëri njeriu po vika në atë fazën e parë, si kur fëmijë po ka plaku. Pas ka nevojë përsëri plaku për ndihmën e dikuj. Apo? Për atë arsye, baba dhe nana shumë duhet të jenë kujdesshëm që të edukojnë evladët në frymën e fejes islame, që ato të kenë iman, fëmijët, të kenë besim, të kenë tërbije islame, të kenë edukat islame, që nanës edhe babës në pleqëri që a kthejnë u han, që ata janë kujdesur derisa kanë qenë ata të vegjël. Çka po ndodh sot tek ne? Për fat keq, ajo frima e perëndimit ka fillu të depërton edhe na për shtëpijet e tona. Ka fillu të depërton edhe na për familjet e tona. Dhe më thonë, me të madhe sot, plesht nuk janë të nderu, nuk janë të respektu, sa duhet, ashtu si që ka porositur Allahu Gjeleshanu edhe Muhammedi a.s. A pejgamberi jonë ka thonë, me babën edhe me nanën e ke përpara gjehennemin, e ke përpara edhe gjennetin. Ti zgjedhë tash. Si ta këshirësh e ke gjennetin, nuk e këshire e ke gjehennemin. Pra të si e vlezit të ndershëm, Allahu Gjeleshanuhu na i bëftë të mundë që të respektojmë prindërit tanë, dashmë me fitu gjennetin e Allahut Gjeleshanuhu. Pra vlezit të nderuar, Allahu Gjeleshanuhu jetën e njeriu të paska po së kurse koha. Qfar kohë e tash jemi? Dimar, gjesi ke koha? Që ka shumë me mirë kohë. Jo, e do një ma shumë pranverën edhe verën, apo e do një ma shumë vjeshtën edhe dimrin e do një ma shumë. Rallë dikush që e do në dimrin se ka dëshirë të shkojë në skijim. Ka në tritë që shkojnë në... Ama ajo përkosisht ajo në dashuri. Edhe ajo dashuria është e rrenjshme e përkoshme. Jeta në këtë botë, sa stina kemi na? Kemi pra stinën e pranverës, kemi stinën e verës, kemi stinën e vjeshtës, edhe kemi stinën e dimrit. Kush është pranvera? Pranvera është fëmijëria. Çdo gjë lulzon. Behari, lulzimi i pemëve. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, unë i kam dashur në këtë botë 3 gjëra. E kam dashur beharin, pranverën kur lulzojnë pemët. E kam dasht gjelbërimin, dhe më thonë gjelbërimin përgjësi, e kam dasht edhe e kam dasht ujin e pastër që rrjedh pa ndërprej për një ujvare, ta shiqoj se si e madhron Allahun Gjeleshanuhu. Pejgamberi thoshte, më dukut se ai uji që rrjedh për dikun për një kodrës, sikur kur thot la ilaha illallah, sikur se e madhron Allahun Gjeleshanu. Edhe Zoti ka thonë, çdo gjë në këtë botë, Zotin e madhron. Nuk ka gjë në këtë botë që Zotin se madhron. Dhe më thonë të gjitha krijesat me një farë mënyre e madhrojnë Allahun Gjeleshanu. E ku mbetet njeriu që mos ta kujton Zotin. Pra, fëmijëria qenë ka pranvera. Fëmijëria, lindja, deri ku? Deri sa ti mbushet 18 vjet. Puberteti qenë ka vera. Puberteti ku të bëhet i fuqishëm, fillojnë mu pek pemët, alas janë pas të pjekura, kanë qenë pemët pranvera, pastaj fillojnë pemët mu rritë dal nga dal, edhe pjekën. Ajo është pjekuria. Jeta e jonë pra, puberteti, forca e njeriut. Pastaj vjen vjeshta, ajo që ka thash 40 vjetë, ajo vjen vjeshta, vjelja e pemëve.
Se janë pemet, pastaj duhet të pikojnë në tokë edhe njerëzit duhet t'i manin, t'i shfryzojnë, t'i hanë nimetet e Allahut xhalleshanuhu. Dhe më në fund, pleqëria është dimri. Dimri është pleqëria. E shtash, në dimër dhe një pemë thahet, dhe një pemë qëndron edhe në pranverë për sëri del pi toke. Apo, boshnjakët e thujnë një fjalë, umire i staru i mlado, aristari mora. Vdes edhe i riu edhe plaku, apo? Edhe në këtë jetë ka një fëmijë që jeton një ditë në këtë botë. Po ka një sekundë jeton vetëm. Ka fëmijë që për mitrës nanës del i vdekur. Ka vdek në barkun e nanës. Vëllezër të nderuar. Mos habitemi në këtë botë. Pse i potencova pranverën, verën, vjeshtën, dimrin, fëmijërinë, pra pjekurien edhe pleqërinë. Mos habitemi o vëllezër, se çdo gjë në këtë botë është e kaluar. Allahu xhaleshanu thot suratul Jumu'a, Bismillahirrahmanirrahim, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thuaju o Muhammed, Allahu thot pra pejgamberit alayhi salatu wassalam, thuaju gjithë njerëzijës prej asaj vdekje që ju po ikni. Shpesh herë njerëzit ikin për i trenit e qesin hapin në rrugë, ku ta shofin një kerë, një maqinë, të prapë shkojnë. Rikfec, ku mos të mshkele. Hik për i trenit, hik për i kerët, hik për i egërsinës, për i gjarplit, për i lonit, për i tigrit, për i gjitha gjallnesëve që janë të rëzikshme, apo ruhet njeriu. Amo ku dhvije e gjeli, ku dhvije momenti e vdekjes, nuk ka kush që e ndalë. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ku dhvije ajo vdekja, thot njerëzit ikin prej vdekjes, para ajo ka me arrini ditë. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dhe pastaj do t'u ktheni tek ai, te Zoti, e ka kuptimin pra, i cili e di të dukshme dhe të msheftën, dhe se cili prej jush do të informohet hollësisht për veprat e juja se çka keni bën në këtë botë. S'kemi ku me shku. Para Allahut xhaleshanu kemi me dhënë llogari. E në po mendojmë se neve do të na mbetet jeta. Pa morë parasysh njeriu sa fiton në këtë botë. Franka, marka, dollare, kredi, pra çka kapitale, një shtëpi, 2 shtëpia, 3 shtëpia, 4 shtëpia. Shumë njerëzi e kanë harruar Allahun xhaleshanu, duke u mundu që ta kapin këtë botën. I ban gjallit shtëpi, vajzës shtëpi, qetrit gjallë shtëpi, ka 4-5 gjem, qetrit gjallë e ja ndërtoj 6. Ti tash nipave. E tash i mrini edhe nipët i martoj, vallaj rëstër nipave. A shkoj jeta, një kokë namaz nuk e ka bon. A pejgamberi Islam ka thënë, awwalu ma yuhasabu yawm al-qiyamati as-salah. Më së pari në ditën e llogarisë do të llogaritni për namazin. Çka fitove ti? Ja lave vikendicët, ja lave villat, ja lave shtëpijet, i lave Mercedesa, i lave s'pedi çfarë gjipa e këti pra çka pasurie, franga e marka, po çka more ti me veti? Po, ative ju sille dobi, ndashta. Ndashta ata do ta kesh përdorin pasurinë tënde që e ke lanë. Ndashta bilim edhe do të shanë. Por ti çka more me veti? Ti s'kujtoje për vetën tënde. Siç ka thënë një dietar, Abdul Aziz ibn Davud, ai ka thënë kështu: një natë shkova me ra me fjet, edhe ushtrina në shtrat, shumë i but shtrati, mashallah, i but, çarshafët e bardh, edhe ushtrina, sa ushtrina më shkoj mendja te pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai ka flet në hasër, e dini çka hasër? Pe kashte që janë dresh qëra herë, edhe bilëm i ka mush si lloj thesje, ka mush me gjethe të hurmës pejgamberi alayhis salam, edhe ka ra me fjet. Pasi që ushtrina me ra me fjet, rash but më kujtu, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, tha unë me ra ka që but, a pejgamberi ka flet fort. Edhe pejgamberi tha më kujtu, në atë moment pasi ushtrina e fillova me qitë gjerganin për mi, tha ai dusheku, shtrati mu duk, tha
su kur vorri më duk. E kur e qita jerganin për një më duk, su kur dhevin mustredit atë dit kur të vdes unë, kur të mloj njerëzit me dhe, e mu jerganin e paramendoha se ashtë dhevi. Edhe a i thot, o njeri, gjdo natë kur të bish me flet, nuk e kujtove shtratin si vor, e jerganin si dhe kur ta qesin për mi, nuk e ki kuptu rolin e jetës. Nuk e ki kuptu rolin e jetës. Se na për çdo natë po mlojshmi me dhe, pra. Ai që e kupton, si ka thonë Imam Gazaliu radhiyallahu anhu, o njeri, dije se shtëpia jote është varrjat. E kanë pytur njerëzit që kjo janë fjalë filozofike. E kanë pytur çka do të thonë kjo shtëpia jote është varrjat? Ka shkojsh na për botë, shkojnë na për hotela A kategori, me 5 illa, është i ka po duket hotela më shumë, me 6 illa, me 7 illa, do më thonë, ka hotela shumë qërejt. A dini se ka hotel për një dhome paguin njerëzit 100.000 euro, 100.000 franka paguin. Edhe ma shumë të ashta. Unë nuk piti se s'kam qenë ato hotelet e shtrejt, për kam dëgju. Pa mërë parasysh, a më shkurt e ke ati, si e për gjithmonë, se s'mund është gjithmonë me paguit 100.000 euro natën. Shkurtje. Imam Gazaliu thot pra, o njeri, shtëpia jote është vorrjat. Kuptimin e ka, o njeri, mendo për natën e vorrit, ka qkosh. Se qajo është shtëpia jote. Edhe shtëpia jote është atje ku ke lindën, po normal në këtë dunjë, ke ardhur në Zvicër, ke shku mysafir në Turqi, në Amerikë, ama prapë duhet të kthesh te shtëpia jote. Kuptimin e ka të na të mendojmë për natën e vorrit. Se do të kthehemi tek Allahu xhaleshanu. A për çdo gjë kemi me dhënë llogari. Çka thot? Ki Abdulaziz ibn Davudi thot, në atë moment pasi ushtrina më shkoj mendja te pejgamberi edhe u zgjova në kamp, edhe u tërqetha, thot, kush jam mara unë, thot, shrina në shtrat të butë kështu, edhe thot, u qova dhe fala nafile, namaz të natës deri në mëngjes. Nuk ka fletur. Namaz të natës ka falë deri në mëngjes. Pse? Pejgamberi alayhis salam ka thonë shfrytëzon e kohën. Edhe natën ta bani ditë. Qëllimi është për me shfrytëzu, se natën këtë njerëzit flenë, është një kohë shumë e dashur tek Allahu xhaleshanuhu me shfrytëzu me ra Zotit në sejdë, ku Zoti e don sejdën e besimtarit kur falet vetëm, ku nuk e shoh, ku nuk e sheh askush. Vetëm ti dhe Zoti kera në sejdë e përjeton shpirt ka dalë, se në xhami edhe në ndrek, ama mutet me pas tu marketing, ha? Dikush vjen, ajde që dalë të xhamia pak ta harxoj kohën, se sot ato rabor, ftoft, sot dalë pak të xhamia, shatiti, dënjonin e përzon për të shpija, reja, gjallia, gruja, shko dita gjithë të hoxha, shko të gjithë të xhamia, qaja hoxhës krijen edhe bana gjithë, çka duhet të bëjmë? Shko që mos hajde gjimës ditë, dhe na kësha mos hajde. I thoj, subhanallah, inshallah s'ka si kategori, por sidoqoftë vëllezër të nderuar, neve pra duhet kemi kujdes se kjo botë është e shkurtër, kjo botë është e kaluar, a duhet i kthemi Allahut xhaleshanu. Po ju tregoj një rast, Behlul Dana ka qenë, disa thonë se ka qenë vllau Harun Rashidit, por disa thonë se ka qenë një dietar i cili ka shëtit rrugët e Bagdadit, alim i fort shumë, por tek njerëzit nuk është zbulu, nuk e ka ekspozu vetën si e dietar i madh. E një ditë kish pas dëshirë që të ullët të froni Harun Rashidit, halifës, abasidve. Kish pas dëshirë që konë edhe të ullët të froni ti, të kultuki ati, së kërën që jam nullë në këtë kursi këtu, ama e ka qenë shumë e përgatitur, shumë e zbukurume, e heshume, edhe shkon edhe ullët ati. Pak ishte ullë, kur e kishin pa roja, halifja si shkon ati. Kur e kishin pa roja e halifës, si ta morin, e që japin një qytek, edhe e kishin shtrimo për toke. Në atë moment që jam rinë halifja Harun Rashidi, edhe i thot, qka po bani i rojës, i thot? Ja, thot, kia ullë pa lejen tënde, në kultukën tënde, në fronin tënde, në fotelin tënde, ashtë ullën, thot. Kur vjen Harun Rashidi, shumë e kishte dash Behlulin, e i thot, ata kërkojnë falje, edhe i thonë, na falë, se na nuk e kemi ditë se je shok i Harun Rashidit, thot, na falë, se të kemi rahur,
e kishin bën krejt gjak. Edhe Harun Rashidi i thot, mirë për ti be, shka të pas ka ndodhë be, kësho më nuk do të ndodhe kur. Thot, shuj, unë vetëm e provova pak të ullna në të fronin tëndë, edhe gjitha që te ke hangra. Po ti që ka gjatë kohë i ullë këtu, edhe s'pe ki njerëz, gajle për njerëzit që po vdesin undë, edhe hes po friksohesh për Allahut Gjeleshanu, që s'po tutësh ti. Unë vetëm pak u ullat gjitha që te ke hangra. Po ti nëse para Zotit, çfarë llogari do të jepsh? Kjo është si shembull për neve që kemi deputeta, kemi prefekta, kemi kryetarët komunës, kemi ministra, kemi, domethënë njerëzit që na udhëheqin neve nuk kanë përgjegjësi as pak para Allahu Gjeleshanu si do çapin llogari. Ai thot, unë pak u ullat gjithë që te ke hangra. Po ti çfarë që teki do të hash nesër para Allahut Gjeleshanu prej melekve, zebanive, nëse ti e ke unë në shtetin tënd është një fukara, mirë për tije. Thuhet se prej atij momenti, Harun Rashidi edhe për kafshët është kujdesur, nëse ka pa një kafsht rrugës të dobët të zaift, i ka nal njerëzit, pse kjo kafsht është e dobët? Ka thonë, derisa ta trashni këtë kafshën, unë me mu se kini punën mirë. Se thotë se Behluli ka thonë, ka me dhonë përgjithësi para Allahu Gjeleshanu. E mos folmi mu për njerëzit. Vëllezër të nderuar. Allahu Gjeleshanu pra neve na ka kriju në këtë jetë, që na të jetojmë, ashtu si që ka thonë Allahu Gjeleshanu, me dispozitat, me normat, me regullat, me urdhat e Zotit, të kujdesmi për vetën tonë, të mendojmë për ardhmërinë tonë, ashtu që nesër para Allahu Gjeleshanu ditën e llogaris ta japmi me lehtësi. E do të vijë koha, momenti i vdekjes, a keni pa momentin e vdekjes, a keni marrë pjesë dhe një herë të vdek dikush? Unë kam marrë pjesë, 5-6 herë kam marrë pjesë. A keni pa se njerëzve ku që ofrojsh momentin e vdekjes këtë mirat e dunjanës, nuk i vlen. Nuk i vlen. Kretë, qonë familja, gjalli, reja, gruja, vajza, këtë i afronë, o baba, ape do këta, ape do atë një met, ape do këtë një met, ape do këtë një met. Këtë mirat e dunjanës i afrojnë, nuk pranon, se aja të pa, diçka ma mirë të pa, se kësaj dunjanës. E këto të mirat e dunjanës i dukën mbeturina, bërdoke. Edhe çka thote? Jo, unë jam të pa diçka ma mirë, sepse aty i pa një metët e gjennetit. Pejgamberi Islam ka thonë, në momentin e vdekjes njeriut, ose i paraqitet pasqira e xhehenemit, ose i paraqitet pasqira e xhennetit. Edhe e keni pa kanë njerëzit momentin e vdekjes janë të trishtueshëm, bërtitin. Pse? Janë të pa diçka që të sen, trishtimet e zamet e xhehenemit. Ata që e shohin që ju paraqitet pasqira e xhennetit momentin e vdekjes, ata janë të qetë, ata e përmendin Allahun Gjeleshanu, ata thonë la ilahe illallah, pra të si e pejgamberi jon ka thonë, në momentin e vdekjes banjani talkën njerëzve fjalën la ilahe illallah. Do të thonë, thunjani, tregonjani ose përmendjani fjalën la ilahe illallah, se ato janë të habitur. Janë të habitur. E neve na ka mësuar pejgamberi alayhis salam, men qala la ilahe illallah dakhala al-janna, kush thot la ilahe illallah ka me hin xhennet. A pejgamberi jon po kështu ka thonë, me një hadith të cilën transmeton Ebu Bekri radhiyallahu anhu, është interesant se Hazreti Ebu Bekri shumë pak transmeton hadithet e pejgamberit alayhis salam, sepse i ka gjekur hadithet. Kur a shpallur Kurani, Hazreti Ebu Bekri ka pas një përmbledhje të thënieve të Muhammedit alayhis salam, prej frikës mos po përzihet hadithi me fjalët e Allahut Gjeleshanu me Kur'anin, i ka gjekur hadithet e pejgamberit alayhis salam. Parmendoni se sa ka pas imanin të fortë, edhe i ka gjek hadithet e pejgamberit islam letër, ka qenë pergamente, ka qenë fletët e hurmëve, edhe i ka gjekur prej frikës mos përzihen me ajetet e Kuranit famulart. Edhe këtë hadith e transmeton Hazreti Ebu Bekri, thot, alejkum bila ilahe illallah wal istighfar. Allahu është me ata që thonë la ilahe illallah, shpesh e lagin gjuhën, pa ndërprer thonë la ilahe illallah. Ku të vesh në xhami, mos këshiro ko Allah, kush pa hec rrugës pra, por përmene Allahun Gjeleshanu. Kur dish për xhamijes, përsëri përmene Allahun Gjeleshanu. Ku t'indesh në kerë, përmene Allahun Gjeleshanu.
Pra, pejgamberi thot, alejkum bi la ilahe illa Allah wal istighfar. Allahu është me ata që thonë la ilahe illa Allah edhe kërkojnë falje te Zoti. Thonë astaghfirullah. A pejgamberi jonë si pejgamber ka thonë 100 herë në ditë astaghfirullah. O Zot, falë mua, falë mua, falë mua. Kush jemi ne që mos themi astaghfirullah? Kur jemi të fundosur me gjunahe, me gabime. E çka thot pastaj pejgamberi, fa akthiru minhuma, sa të muni shpeshtoni këto di fjalë. La ilaha illallah edhe astaghfirullah thuni. Se la ilaha illallah është garancë për xhenet, a fjala astaghfirullah është sapun. Është detergjent, është sode, është sjaj, si i thoni pra kësaj hendi, çka i thon kësaj, çato çapilan durt. Domethënë është pastrim i mëkateve i gjunave, duke thënë astaghfirullah, 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 tubtu ila Allah, nahitu qalbi amma siwa Allah. Unë kërkoj të ti falje o Zot, pendohem ja Rabbi, edhe pastroj zemrën time, të lutem pastroje zemrën time nga mëkatet, mos e le asnjë mëkat, asnjë njoll, asnjë pikë të zezë në zemrën time. Para të si thot pejgamberi, shpeshtoni këto fjalë, sa të mundi thuni, fa akthiru minhuma, fa inna iblisa qala, sepse iblisi alayhi la'na, shejtani thot, ahlaktu an-nasa bidh-dhunub, unë i shkatrova njerëzit me gjunahe, i fundosa njerëzit me gjunahe. Unë jam sebeb që i qoj njerëzit me bëjë gjunahe. Anë është e vërtet se shejtani i ka intrikat, i ka nga tresat. Fe ahlakuni bila ilahe illa Allah wa istighfar. Kurse ata besimtarën më shkatruan, më shtrinë për toke, duke thonë la ilahe illa Allah, se shejtani ik për fjallës la ilahe illa Allah. Për atë si pejgamberi ka thonë, muezini kur ta therrë ezanin, duhet me pas zanin më të fort edhe më të bukur, që shejtani sa ma lart njët, shejtani ik larg. Sa ma shumë dëgjohet zani muezinit, shejtani ik larg. Edhe thot fa ahlakuni bi la ilahe illa Allah. Besimtarët kur thonë la ilahe illa Allah, më shkatruan edhe istighfar mua më shtrin për tokë. Falamma ra'aytu, thot shejtani kur e pash unë këtë se ata po thonë la ilahe illa Allah, unë thot ata pra edhe unë mundohem që ata gjithmonë ti largoj për asaj fjale, ti largoj për fjales la ilahe illa Allah edhe për fjales istighfar. Vëllezër të nderuar, pra garancë për xhenet është fjala la ilahe illa Allah, vizë për xhenet është fjala la ilahe illa Allah. Pasrimi i zemrës tonë, shpirtit tonë, mendimeve tona është fjala astaghfirullah, sa më shpesh të themi këtë fjalë, sepse Allahu xhaleshanu e don, edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam shpesh herë e ka shqiptuar. Vëllezër të nderuar, kur folëm pra për rinijen edhe pleqërinë, Hasan al-Basri u thot, o njeri, shfrytëzoj këto gjëra. Koha shfrytëzoje se koha që kalon më kur nuk kthehet më mbrapa. Që kjo ditë më që shkon, që kjo ditë e diell, kur më nuk kthehet. Namazi që ka kalu më, se ki fal. Kur më vlerën e ati namazit me fal, tanë jetën së në mërinti. Dita e Ramazanit që ke agjeruar, e nëse nuk e ke agjeruar me qëllim, atë ditë me agjeruar dhe tanë jetën së në kompenzon, nuk e ka vlerën e asaj. Thot, shfrytëzoje kohën o njeri se ajo më nuk kthehet prap. Kur? Një, fjalën që e ke fol, të kesh kujdes se çka po flet në shoqëri. Se edhe fjalën që del pi gojës tënde, ajo kur më nuk kthehet prap. Edhe thot, ku gjush nishan me shigjet, thot mirë, qëlloj e mirë, ku ta gjush nishanën me shigjet, cakun të mërish, qëllimin të mërish, se ajo shigjeta mu nuk kthehet prap. Nuk kthehet prap. Pra vëllezër të nderuar, Hasan al-Basriu radhiyallahu anhu ka qenë prej tabiinëve. Një ditë prej ditëve kishte shku me ktep te hoxha i vet me mësu, edhe hoxha i shkon të fol për zjarrin e xhehenemit. Edhe të fol për zjarrin e xhehenemit, nxënësit ishin zverdhur, ishin saritu kaftira për i trishtimit, të fol hoxha për zjarrin e xhehenemit. Edhe Hasan al-Basria ishte zverdhur,
Në atë moment i bet fikt, edhe ngasin nxënësit edhe hoxha nga i ti, që ti qesin ujtë të freskët, edhe qabinve dijen. Në atë moment kër i erdhe dija Hasan el Basriut, hoxha e piti, qka pate o Hasan? Pse të ratë fikt? Kishte ardhë dije. Qka pate ti pse të ratë fikt? Thotë, kër e përmene zjamin e xhehenemit, u trishtova, prej trishtimit më ratë fikt, edhe thash, a thua une a jam banori xhehenemit, apo jo? Nuk pe di. Hoxha kër e pas, a ju trishtu, se Hasan Basriu në atë kuj kish pas, 10 vjeti kishte pas, shumë i vogël, 10 vjeç. Edhe i thot hoxha, o Hasan, unë s'kam folë për ti e se fëmijët nuk hinë në xhehenem. Fëmijët e vedi që s'kan hinë për bërtet, Allah se din shka është halali, harami, Zoti nuk i menë përgjithësi. Nuk ishti në xhehenem, mësë tutë se ti s'keme hinë në xhehenem. Shiqoni që ka i thot hoxhës Hasan el Basriu se ka qenë shumë i shkaft, shumë i aft, shumë mendje preft ka qenë. I thot hoxhës vetë, jo hoxhë efendi, edhe na kemi me hinë në xhehenem, edhe fëmijët hinë në xhehenem. Thot se unë kure kam pa në nëntën timbe në mëngjes të edhe zjarin, ma i spari ato i mirë ke kranët e vogla ishtike në zjarë. Tonë ato të mëllojet ishtike. Ma i spari me kranët vogla ka ke zarmin, tonë ato më trashët drut ishtinte. Dhe të thot, edhe fëmija që e din halalin dhe haramin ka me dhonë përgjithsi para Allahu Gjeleshanu. Vlezit të ndreshëm, shqeqoni pra, si ka logjikuar Hasan el Basriu prej tabiinve, a i ka thënë se edhe fëmija që e din qka është e mira dhe qka është e keqa, edhe a i pas ka me dhonë përgjithsi para Allahu Gjeleshanu. E ne, kemi sot bura 40 vet, 60 vet i ka mbush, qka thot? Valla ka ko për mu. Ka ko për mu. A i ka bon 60 vet, ka hinë për bërtetin e trejet, mo, i fundit mos ka që të përbërtit, edhe thot, i jep shprejes vetë vetës. E qka? E kishtë ndëgju njoni një hoq, kishtë thonë, një ajet kuranor, ati ato shka s'dojnë mu falë, ato shka s'dojnë mu pendu, ato shka dojnë me vazhdu Allah me harame, të erin vdekje, ato shumë minimal ajetet e o gjallarve shka ju jep shprejes Zotin, Kuran. E kishtë ndëgju një hoq, një ajet surat Zumar, thot Allah, kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O ju rob që e keni marrë dënjojna për kamp, o ju një rob të Zotit, që e keni kalu kufit, pra kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, që i keni bon dam vetë vetës, edhe që jeni habitur në këtë botë, që po mashtroni me të mirat e kësaj bote, Allahu po ju thoj ka, mos i humbni shpresat të Zotit, kthenu te Zoti. Po, çashtu është. A më ti mëse merë vetëm që ata jetë, që ka thonë Zoti mos i hupni shpresat e Zoti edhe ti, Allah s'pi hup shpresat. I ke bon 60, 70, Allah po thuë Zoti ka rahmet. Po, Zoti ka rahmet, a më kishin haru disa se ka dhe një qëtëra jetë. Thot Allah thot gafiri dhambi, wa qabili taubi shedidi li qabidi taul. A është e vërtet se Zoti është gafir. Gafir dhe më thonë Zoti është që falë. është që falë gjunajnë, mëkatin. Edhe e pranon pendimin Zoti, është e vërtet se pranon Zoti pendimin, ghafiri dhambi wa qabili taubi shadidil iqabi dhit taul. Ama e kishin harruar të fundit se Zoti dënon edhe shumë ashpër. Zoti është edhe për ative që dënon ashpër. Zoti fal, është rahmetxhi, i pranon njerëzit që kthehen tek ai. Ama Zoti edhe që dënon ashpër. E lusë Allahun Gjeleshanu që Zoti inshallah të na pranon në rahmetin e vetë, na falë neve, përgjithësi, Zoti të na jap mirë në dunja dhe në ahiret, inshallah jeta e jonë pej fëmijërijës, edhe në veçanti prej pubertetit, qetë në razien dhe kënaqësien e Allahu Gjeleshanu, Zoti na shpëtoft në këtë botë, edhe në botën e amshme, inshallah na i ban Zoti të mundër që jemi në shoqëri me Muhammedin alayhi salatu wassalam, me ashabët, shokët e pejgamberit islam, me tabiinët, me tabiinët, me dietarët e famshëm, me dëshmorët dhe me gjithë ata të cilët e dojnë fjalën e Allahu Gjeleshanu edhe fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.